Në fakt, për sa i përket Vlorës, sigurisht që pritet dhe ekziston mundësia për të pasur përmbytje lokale pasi rreshtet të cilat do të jenë të konsiderueshme, do të jenë afate të shkurtra kohore, duke bërë që sigurisht të shtohet rreziku për sa i përket përmbytjeve pasi dhe rreshtet do të jenë të konsiderueshme në qarkun e Vlorës. Por jo vetëm Vlora, po ashtu Durrësi, zonat periferitimore duke përfshirë edhe Shkodrën, Lezhën, sigurisht që do të kenë her pas here përmbytje, vërshime të ujit në porruk pasi rreshtet të cilat do të jenë me intensitete mesatare dhe lokalisht të larta do të mundësojnë për këto zona të kemi prezente përmbytjet lokale. Por jo vetëm këto zona, sigurisht edhe lagje të ndryshme në kryeqytet do të ekzistojë mundësia për vërshime të përkohshme të ujit pasi pothuajse gjithë territori shqiptar, për gjatë gjithë këtij episodi, her pas here do të ketë prezente rebeshet me intensitete të larta, jo vetëm në zonat perëndimore, por pothuajse në gjithë territorin shqiptar do t'i kemi her pas here rebeshet e shiut. Dhe në momentet të cilat ne do t'i kemi prezente këto rebeshe, sigurisht që do të sjellin problematika të ndryshme, si përsa i përket përmbytjeve në qytete, por po ashtu edhe në zonat malore her pas here do të ketë shkarje të masiveve të dheu, kështu që do të jetë një javë e cila do të jetë problematike.